zonja Balluku nuk është socialiste, është rilindase, por duke përvetësuar dhe duke marrë peng Partinë Socialiste mendimin e zotit Rama, patën favorin që të drejtojnë institucione të rëndësishme, po duke mos i dhënë socialistëve zhvillim ekonomik, financiar në familjet e tyre. Të kenë mungesë për të bërë një shtëpi, pra të kenë mungesë fondit për të blerë një shtëpi. Më thoni ju mua sa socialistë që votojnë me pafus Partinë Socialiste, që e di që në 2017 në vazhdim ka qëndruar rilindasit dhe jo Partia Socialiste. Sa për atyre kanë bërë para kur ka qeverisur partia e tyre? Asnjëri, sa kanë bërë? 5 me 10 veta kanë bërë. Pra, momenti procedurial që flasim do të ndodhi brenda janarit, para 22 janar, në maksimumin 6 me 7 shkurt. Pse bëj një ndarje të tillë? Në rast se SPAK-u do të ketë aksione të vazhdueshme, është se pikrisht dosjet e zonjës Balluku i ka marrë zoti Dumani. Pse i ka marrë zoti Dumani? Sepse zoti Dumani kishte mohatur që ky është besprem. Dhe përderisa është i tillë, zoti Dumani duhet t'i kujtoj që prishë marrëveshjen dhe nuk më bëre për herë të dytë kryeprokuror. Dhe sigurisht që procedura jo shpëtimit, quhet procedurë e zvarrimit të procedurës së zonjës Balluku. Pra, zonja Balluku do presi datën 22 janar, në rast se gjykata kushtetuese del në favorin e zonjës Balluku, ju e të mbani me në qëndrimin tim, unë them gjykata kushtetuese duhet të vinë në nivelin e dur dhe duhet të shfuqizoj vendimin për pezullim në 20 vëndës kryeministri, nuk ka rëndësi emri në këtë moment. Por tani nga aspekti politik për Partinë Socialiste duhet të themi këtë gjë. Zoti Rama do përpiqet të tregojë Republikën parlamentare dhe e sigurt është që zoti Rama me procedurën e dhënies së imunitetit do të shikojë një ngjarje. Në rast se SPAK-u shkon dhe godet rreth oborrit të ngushtë qeveritaro-familjar të zotit Rama. Prandaj, zoti Rama mund të përdori ninin 288-289 të kodit të procedurës penale për zonjën Balluku. Pra, edhe sikur të kemi kushtet e flagrancës, zoti Rama do përpiqej brenda kësaj legislature, të mos japi autorizimin parlament e prokurorisë për të hequr imunitetin zonjës Balluku. Por gjithmonë, pra ju thoni se mund ta mbrojnë në parlament me votat e deputetëve. E mbron deri në fund. Po është deri në 2029 dhe të shkojë SPAK-u 20 herë. Ta procedoj, nuk jep autorizim kurrë dhe nuk ka çfarë të bëjë prokurori. Nuk mund ta arrestojë. Se quhet arrestim palikshëm dhe personi duhet lirohet më një herë. Siç e bëri deri diku. Po. Siç e bëri deri diku në rastin e Olta Xhaçkës. Në atë formë, po, ai është forma, po është e bukur se Olta ishte duke bërë turizëm, dhe duke thënë për pe malin merr çadrën të rëra, kupton, duke i shah shqiptar dhe një komisioner diskriminimi duk doli. Po dalësh të diskriminosh në njëri dhe unë na bën model. Pra, ajo që unë do të them është kjo, që zoti Rama do ta çojë deri në fund. Aty kam folur me shumë njerëz të opozitës dhe nuk më dëgjojnë. Zoti Rama kur merr diçka e çon deri në fund situatën. Jo si Partia Demokratike që lën për festa ose kur kemi pushime për pushime. Zoti Rama e nis betejën dhe e çon deri në fund. Këtë gjë dhe SPAK-u e ka kuptuar. Derisa e çon deri në fund, duhet edhe këta ta çojnë deri në fund.
Prandaj unë them që zoti Rama do ta çojë deri në fund, por gjithmonë duhet një kujdes maksimal. Goditja e oborrit qeveritar familjar të kryeministrit. Kur të kemi një goditje të tillë, duhet të keni parasysh që diçka po devijojnë përtej asaj që thuhet vazhdimisht. Por çfarë është ajo? Është pikërisht drejtësia e zotit Rama që bëri që të goditet oborri qeveritar dhe rrethit i familjar. Se mund të jetë ndonjë obor qeveritar në kushtet e kuptimit familjar, jo konkretisht familjar. Pra kërkoj pak analizë më të thelluar dhe të kuptueshme që a kemi të bëjmë me shkak familjar apo qeveritar. Dhe aty ne do të kuptojmë qartazi, a kemi të bëjmë me një ndikim të huaj apo jo? Po në rast se kemi të bëjmë të huaj apo jo, çfarë ka bërë që spaku të veprojë në këto kushte dhe përse një huaj ka orientuar dhe imponuar spakut të veprojë kundër kryeministrit? Dhe lind pyetja, sa pesh ka ai huaj i cili mundet të imponojë procedim të oborrit qeveritar? Këtu është moment që duhet diskutojmë. Në këtë rast ka zëra që dosja Belinda Ballukut dhe disa afera të caktuara të saj kanë cënuar, po themi deri diku, dhe kanë prekur edhe interesat ose sigurinë pra kombëtare të vetë Shqipërisë si antare e NATO-s, dhe ka pasur një shqetësim nga ana e partnerëve ndërkombëtar, konkretisht të NATO-s në këtë rast. Dhe a ka pasur, po themi, një kërkesë të vetë burokratëve të NATO-s apo dhe të Bashkimit Evropian, siç ishte në rastin edhe të sektorit energjetik së fundmi, që kishte pasur një blokadë. A ka pasur në këtë rast pra një kërkesë që tani është mjaft, korrupsioni është korrupsion, por këtu e keni kaluar pjesën e cakut me veprimet tuaja? Duhet të kuptojmë një gjë në aspektin tregtar. Çfarë është? Në glob, në botë, janë disa kompani që janë ndërtuar me një mekanizëm dhe një manual ndërkombëtar që quhet standardi. Standardi është për të gjithë njësoj kur operon një kompani e caktuar. Që do të thotë, aeroportet nuk bën nga një biznesmen i cili sapo hapi SHPK-n edhe të nesmen fiton PPP. Portet nuk bën nga një kompani sapo hapet kompania të nesmen thotë që unë jam i gatshëm të ofroj këtë shërbim. Kompani ndërkombëtare serioze që janë në bursa ndërkombëtare, që kanë marrë licencimin dhe operon vetë pa ndikim të asnjë të brendshmit. I gjejnë të gjithë marrëveshjet, i bëjnë të gjithë marrëveshjet edhe me kompani të brendshme, por vetë ata dhe nuk kërkojnë që shteti të ndërhyjë. Thjesht aplikojnë, marrin miratimin dhe në fund fare operojnë. Çfarë ka ndodhur në vendin tonë gjithsej të kohën nga 2021 në vazhdim? Flas gjithmonë. Dalun bën një SHPK, marr një tender për aeroportin. Del ky biznesmeni shqiptar, merr komandimin e një porti. Del një biznesmen tjetër, merr kompaninë për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Merr ai edhe ndërton aeroportin e Kukësit, këtu. Merr ai tjetër për të ndërton portin e Romanës, Porto Romano, çfarë është? Më fal. Të gjithë këto kompani ndërkombëtare që janë të certifikuar me këtë gjë, nuk mund të japin me qira autorizimin e standardit të tyre, po thjesht vetë tregu ndërkombëtar, çfarë bën? Konkurrojnë 3 kompani ndërkombëtare dhe njëra nga të treja e marrin PPP-n. Pse? Sepse në ligjin tregtar është i qartë çfarë? Që personat të cilët konkurrojnë për të marrë një PPP dhe ka të bëjë me objekte që kanë një rëndësi
të veçantë edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare, duhet të kenë një certifikim të caktuar dhe certifikimi i caktuar duhet të vijë vetëm përmes atyre kompanive dhe publikimi duhet të bëhet në gazeta ndërkombëtare. Deri më sot, të mos hyjmë shumë në detaje, kuptoj shumë mirë argumentin dhe analizën. Pra, kur ti ke shkelmuar ligjin tregtar ndërkombëtar dhe rregullat të pashkelura, të gjithë këto kompanit i adresojnë ambasadave të tyre dhe i thonë, orë zotri, ky merr avionin edhe ma çon në drejtim të paditur, çfarë? Më rrezikohet stabiliteti i vendit tim. Çfarë do të thotë një? Krimi organizuar. 2. Organizatat kriminale. Nuk ka rëndësi ata të marrin avionin dhe bëjnë akt terrorist. Që është e fundit. Por zotri, ky person përmbush disa gjëra të avionit. Këto gjëra mund të përbëjnë vepër penale, nga ta di unë. Do më thosh ti ke aparatura, jo zotri, ky nuk duhet të vinë në vendin tim. Pra duhet ta ndaloj. Ku ndalohet? Në momentin kur unë kam certifikuar dhe kam dhënë ato certifikimet që ky person, ky aeroport, ky port nuk do të bëjë transport ndërkombëtar kokaine dhe kështu gjërash. Pra, unë dua t'ju them këtë gjë. Nuk vjen amerikani se don për të thënë që ne shqiptarët do t'i mbrojmë këto. Por e mbrojnë interesat e vet. Cilat janë interesat e vet? Që krimi organizuar, organizatat kriminale, akte terroriste mos të kenë as pak as një ndikim në jetën e tyre, në stabilitetin e vendit dhe në ekonominë e tyre. Është shumë e thjeshtë kjo. Dhe prandaj në fund fare operojnë dhe i thënë këtyre të spakut, zotri, vepro sepse ne po shikojmë që ju po bëni qoka në qeverisë. Dhe prandaj vjen momenti edhe ata sulen, po sepse janë të ndikuar nga një kërkesë ndërkombëtare, sepse ka rritur nami.